Ministri i Punës Jashtme i Serbisë Marko Đurić theksoi se viti i ardhshëm do të jetë jashtëzakonisht i rëndësishëm për afirmimin dhe luftën për Kosovën dhe u bëri thirrje serbëve që të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme në mënyrë që të parandalojnë Albin Kurtin nga manipulimi për të krijuar një mbulesë për dhunën që po ushtron. Ai u bëri thirrje serbëve të votojnë për listën serbe, të cilën e quajti kordonin e kthizës mbi popullin serb në Kosovë dhe pjesës tjetër të Serbisë. Është shumë e rëndësishme që të fitojmë 10 deputetët nga lista serbe të dërgojmë në parlament, theksoi Gjurić dhe paralajmëroi se regjimi i Kurtit do të përdorë çdo skenar tjetër për të zgjedhur si ministër një serb të përshtatshëm politikisht që mbështet pavarësinë e Kosovës. Ndihmës drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Miloš Terzić u bëri thirrje të gjithë serbëve të zhvendosur brenda vendit nga Kosova, të cilët kanë dokumentet e Prishtinës që të dalin në zgjedhje, të dielen dhe të votojnë për listën serbe, sepse siç theksoi ai, ajo është vetmja strukturë politike legjitime serbe dhe fitoria e saj do të mbrojë institucionalisht dhe të drejtat individuale dhe kolektive të popullit serb. Terzić për radio televizionin e Serbisë tha se pas qershorit të vitit 1999 dhe për ndjekjes së serbëve, rreth 250.000 njerëz nga Kosova që kanë statusin e personave të zhvendosur brenda vendit jetojnë në territorin e vetë Serbisë, disa për të cilëve kanë dokumentat e Prishtinës dhe mund të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar. Miloš Pavković, drejtori i strategjisë në Qendrën për Politikë Europiane nga Beogradi, tha se Vjosa Osmani, se presidenti e Kosovës, nuk duhet të marrë pjesë formalisht në fushatën parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare, por se disa nga veprimet e saj përfaqësojnë ndihmë indirekte për vetëvendosjen. Osmani nuk e mbështet drejt për drejt vetëvendosjen, por lëvizjet e saj japin një lloj mbështetje asaj partie, veçanërisht duke pasur parasysh se Osmani dhe Albin Kurti thonë se siç janë të parët një dyshe e qeverisë së bashku Kosovën për 5 vitet e fundit. Analisti politik Artan Muhaxhiri vlerësoi se presidentja e Kosovës Vjosa Osmani mban anën e vetëvendosjes 99.9% të vendimeve, gjë që sipas tij është e kuptueshme sepse ajo synon një mandat tjetër dhe e di se pa mbështetjen e kryeministit Albin Kurti nuk ka shans. Muhaxhiri thotë se Osmani i përputhi pikpamjet dhe idetë e saj politike me vetëvendosjen dhe se vendimi i fundit që flet në favor të animit të saj me vetëvendosje ishte caktimi i datës së zgjedhjeve. Të gjitha partitë e tjera, kujton Muhaxhiri, ishin kundër 28 dhjetorit si datë për zgjedhje. Komandanti i KFOR-it General Majori Ozan Ulutash deklaroi se situata e sigurisë në Kosovë është e qetë, por ende e brish dhe i nënshtrohet rritjeve të papritura të tensioneve. Në një intervistë për RTK2, ajo theksoi se rruga drejt paqes afatit mund të shihet përmes dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Dhe gadat e paqes së fituar dhe nuk do të rrezikohen, theksoi Ulutash, duke shtuar se prania e KFOR-it krijon hapësirë për dialog politik dhe se të dyja palët pritet të marrin pjesë me mirëbesim, të zbatojnë marrëveshjet ekzistuese dhe jenë të gatshëm për kompromis. Bashkëpunimi i KFOR-it me ushtrinë serbe është, thot ai, i mirë dhe profesional. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka gjetur armë municion pajisje ushtarake në 2 raste të ndara në Leposavić, siç u njoftua në një deklaratë në Facebook anëtarët e stacionit të policisë së Leposavićit gjetën dhe konfiskuan 3 pushk me 240 fishek me 19 nëntor në fshatin Rvacka në një shtëpi të pabanuar dhe 3 ditë më vonë ata gjetën dhe sekustruan edhe një pushk ajrore në ambientet për rreth shtëpisë. Në një rast tjetër me 20 dhjetor, policia arrestoi një banor 60 vjeçar të fshatit Vraqev pasi 2 pushk dhe 3 bomba u gjetën dhe u konfiskuan gjatë kontrollit të shtëpisë së tij. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, Faton Peci, quajti urën e re për komsorët mbi lumin Iber, ura e Albinit, në një video ku ftoi qytetarët të mblidhen mbi urën nesër.
Ura për Komsarët u hap me 17 dhjetor dhe në ceremoninë mori pjesë kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti. Në një urë tjetër u hap në gusht. Ura kryesore mbi Ibër u mbyll në vitin 1999 dhe që atëherë nuk është rikthyer kurrë në funksionin e saj të plotë. Moti nesër me vranësira i ftohtë me shi në Serbi me borë në zonat kodrinore dhe malora era lehtë dhe fort juglindore do të fryjë në Podunavlje, Pomoravlje dhe në jug të Banatit me era më të forta. Temperatura mëngjesi do të sillen nga 1 deri në 5, kurse ajo maksimale ditore nga 4 deri në 8 gradë Celsius.